Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela tha se filtri i parë i çdo parregullësie apo krimi zgjedhor që lidhet me 11 majin do të bëhet në zyrën e përbashkët me SPAK dhe Prokurorisë së Përgjithshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kur ka një ankesë, ka një konstatim, ka identifikim të një problemi, i cili mund të jetë një problem i natyrës administrative, por mund të jetë i natyrës penale. Në këtë moment sapo bëhet vlerësimi i duhur i informacionit, duke qenë se aty kemi prezent prokuror të prokurorisë posaçme dhe një prokuror që i përket prokurorisë përgjithshme, vlerësohet kompetenca vendore dhe menjëherë ky material i kalon prokurorisë kompetente. Pra, nuk kemi humbje në kohë dhe filtrimi i informacionit bëhet cilësor që në momentet e para. Kryeprokurori nënvizoi se prokuroritë e rretheve ju kanë vënë zyra në dispozicion agjentëve të BKH-s, pjesë të grupeve të task force-së së SPAK kundër krimeve zgjedhore në mbar vendin dhe se para 11 majit do të shtohet armata e prokurorëve të gatshëm në çdo prokurori. Me afrimin e ditës së zgjedhjeve, duke qenë se mund të ketë një rritje të problemeve, denoncimeve, parashikohet që në listat e gatishmërive të shtohet numri i prokurorëve. Më herët gjatë raportimit vjetor të punës për vitin 2024 para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Çela nënvizoi si shqetësim vakancat në sistem për shkak të vetingut, sipas tij 35% më pak prokurorë se organika, por edhe mangësitë e zyrave në disa prej godinave të prokurorive. Pra edhe nëse ne sot do ta zgjidhim çështjen e prokurorëve të Prokurorisë së Tiranës, pra 30 prokurorë të rinj do të ishin tashmë ose ata që janë në proces do ktheheshin aty në punë, ne nuk do të kishim zyra ku ata do të punonin. Pra, e tillë kaq i mprehtë është problemi. I pyetur nëse prokurorët e zakonshëm kanë presion të jashtëm, si ai i pretenduar nga prokurorët e SPAK, kryeprokurori Çela tha se për shkak të çështjeve që trajtojnë, prokurorët e jurisdiksionit të përgjithshëm janë më pak të ekspozuar, por sipas tij, kuadri ligjor i siguron mbrojtje prokurorëve për të ushtruar detyrën edhe në kushte të presionit. Kjo është puna e prokurorit, këto janë dhe vështirësitë e punës që ne kemi.